Në një raport të ditëve të fundit, OBSH deklaron se 17% e popullatës në Europë, përfshirë edhe Shqipërinë, janë prekur nga probleme të shëndetit mendor. E në fakt, prej kohësh mjek, psikiatër e psikolog që trajtojnë këto probleme kanë ngritur zërin me epideminë e heshtur që po prek kryesisht adoleshentët dhe të rinjt në Shqipëri, por pa kursyer moshat e reja. Problemet e shëndetit mendor lidhen direkt me simptomat e ankthit, rregullimeve të humorit, për të shkuar më pas tek simptomat e depresionit. Sipas statistikave të publikuara, 1 në 6 persona në rajon jetojnë me probleme të shëndetit mendor, dhe ajo që është më shqetësuese dhe agravon më tej situatën është se 1 në 3 persona me probleme të shëndetit mendor nuk trajtohet. Shpesh mjekët psikiatër e lidhin ankthin dhe depresionin me gati 25% për shkak të pandemisë së Covid-19, ndërkohë që më shumë se 1 në 10 adoleshentë ose gati 11% e adoleshentëve shfaqin probleme të shëndetit mendor dhe kanë shkak sjellje në rrjetet sociale. 1/4 e vajzave 15 vjeç raportojnë se qëndrojnë të vetmuara në pjesën më të madhe të kohës, e po ashtu 1 në 4 persona mbi moshën 60 vjeç thonë se ndihen të vetmuar. Nisur nga këto të dhëna alarmante, ekspertët e shëndetit mendor kërkojnë që shëndeti mendor të jetë prioriteti i qeverive dhe strukturave shëndetësore, në mënyrë që në bashkëpunim me institucione të tjera të ndikojnë në uljen e shifrave të raportuara.